Shpërblimi i djersës së ballit. A ishte njëri i thjesht dhe merrej me kullotjen e deleve të një pasaniku. Për punën që bënte, paguaj 5 dirham. Një ditë padroni i tij i thotë se ka vendosur t'i shes delet dhe se do të niset për udhë. Prandaj dhe shërbimit të tij i kishte ardhur fundi. Për t'u ndarë të kënaqur, padroni i zgjati një shumë të madhe parash, por bariu i refuzoi dhe kërkoi vetëm hakun e tij, atë shumë për të cilën kishin rënë dakord dhe që kishte marrë çdo ditë. Me sabis që shkaktoi kjo tek padroni, bariu i mori 5 dirhamët dhe u nis rrugës për në shtëpi. Për ditë me radhë kërkoi punë, por nuk gjeti. Me gjithë nevojën, 5 dirhamët e fundit që kishte marrë nuk i prishi, por i ruajti për ndonjë ditë të vështirë. Në fshat jetonte një tregtar, të cilit njerëzit i jepnin të holla për t'u blerë mallra. Ai udhtonte me karvan tregtare dhe në qytetet ku kalonte, shiste e blinte mallra të ndryshme. Ishte koha që tregtari do të nisej për tregti, edhe bariu vendosi t'ia jap 5 dirhamët e tij me shpresë se do i ecte tregtia. Pasi u larguan njerëzit e tjerë, ju afrua bariut dhe i zgjati 5 dirhamët e tij. Tregtari i pa dhe qeshi, duke i thënë: "E çfarë tash ke të bëj me 5 dirham?" Bariu i tha: "Merri, çfarë do malli që të blesh me 5 dirham, ma sill." Tregtari u habite dhe i tha: "Mor djalë, unë shkoj në qytete dhe bëj tregti me tregtar të mëdhenj, të cilët nuk merren me mallra që kushtojnë 5 dirham. Ata shesin e blejnë gjëra të shtrenjta, more vesh." Megjithatë, bariu nuk kishte dorë nga e tija. Duke parë insistimin e tij, tregtari i mori 5 dirhamët. Gjatë rrugtimit të tij të gjatë, ai bleu e shiti shumë gjëra. Njerëzve që u kishte marrë parat, u bleu gjërat që i kishin kërkuar sipas nevojës. Kur po bënte llogarit, i dolën 5 dirhamët e bariut, të cilat nuk i kishte shpenzuar akoma. E çfarë mund të blinte me 5 dirham? Aty pranë, i zon syt një mace të shëndosh, të cilën një fshatar donte ta shes, por që askush nuk i afroi. Nuk u mat 2 herë, por i zgjati 5 dirhamët fshatarit dhe i mori macen bullafiqe. Gjatë rrugës së kthimit, karvani u ndal në një fshat. Banorët e fshatit pan macen në karvan edhe kërkuan të zotin e saj për t'ia blerë. Tregtari u çudit nga insistimi i tyre për të blerë atë mace bullafiqe. Fshatarët i thanë se u duhet për mind, të cilët ishin përhapur si epidemi, duke u shkatarruar drithrat edhe prodhimet e tyre bujqësore. Kishte kohë që ata kërkonin një mace për këtë qëllim, edhe u treguan të gatshëm ta peshojnë me flori macen bullafiqe. Pasi tregtari u sigurua se ajo që kërkonin nuk kishte të bëj me ndonjë shaka, u ashiti macen me peshën e saj flori. Kur u kthye në fshatin e tij, njerëzit e rrethuan nga të katër anët, duke i kërkuar mallrat e porositura. Kur e pa bariun, tregtari e kapi për krahu, u veçua me të dhe e pyeti: "Pash zotin, më thuaj, si i ke fituar ato 5 dirham?" Bariu u çudit nga kjo kërkesë dhe i tregoi historinë e tij me padronin e vet. Atëherë, tregtari e puthi në ball, edhe me lot në sy i tha: "Zoti ta kompensoi djersën e ballit me peshën flori të një maceje." Mandej i dha sasinë e floririt të macës.